Avokati Petre Shiligov në seancën e sotme për rastin Puls referuar ndodhive të fundit me arrestimin shtëpiak të ish-zëvendës kryeministrit Artan Grubit, akuzoi prokurorinë publike për arshe të dy fishta. Shiligov kërkoi nga prokuroria që të dorëzoj prova se të gjithë qytetarët trajtohen në mënyrë të barabartë në shtet. Për ne, sipas një metodologjie të panjohur të bërjes së vlerësimeve, disa janë në paraburgim dhe disa në arratisje të mos burgosen, e rrezikojmë seriozisht barazinë të akuzuarve, po mundohem të kuptoj nëse s'ka dualizim dy kategori qytetarësh në këtë shtet, njëra me trajtim preferencial dhe tjetra kategori me njerëzit të thjeshtë. Prokurori publik i Lëndës refuzoi të deklarohet duke thënë se kjo nuk ka të bëjë me të akuzuarit e këtij rasti. Dëshmitarja e prokurorisë Ana Kostadinovska, e cila ishte vokal shoqëruese e grupit DNK gjatë dëshmisë së saj, tha se fishek zjarre janë përdorur në të gjitha performancat e bendit, por asnjëherë nuk kanë shkaktuar probleme. Në 4-5 vitet e fundit, DNK ka qenë bend shumë i kërkuar dhe performonte shpesh. Në të gjitha performancat në vitet e fundit ka pasur spërkatëse dhe nuk ka pasur asnjëherë problem. Kanë qenë të vendosura pranë nesh, pranë pajisjeve, kanë spërkatur në mua, asnjëherë nuk ka pasur probleme. Goran Gonev, kitaristi i grupit DNK, në dëshminë para gjykate tha se nuk e dinte se kush i kishte vendosur fishek zjarret atë natë, por tregoi se ato ishin aktivizuar rreth orës 2:30. Pastaj pançon në mikrofon, tha të gjithë të dalin jashtë, këtë e tha për shkak se tavani filloi të digjej nga vendi ku qëndroja unë. Kjo nuk shihej qartë, kur foli Panço, atëherë e shikuam tavanin, e lash instrumentin në skenë dhe u nisa tek dalja e vetme. Në diskotek ishte shumë njerëz, kështu që menjëherë u ngatërrova në rëmuj, për një kohë të gjatë nuk mundesha të dal prej aty. Në ato momente mendova se do të humbi jetën. Avokatja e të akuzuarit të parë Ivana Kocevska kërkoi që klienti i saj, pronari i klubit Dejan Jovanov, të transferohet nga burgu i Kumanovës në atë të Idrizovës, sepse siç tha ajo, atje personeli i burgut të akuzuarin Jovanove degradon e nënçmon dhe sillen me të në mënyrë jo njerëzore. Zjarri në Koçan shpërtheu natën mes 15 dhe 16 marsit, duke rezultuar me 63 viktima dhe duke plagosur pothuajse 200 të tjerë.